Kur isha i ri unë, po dëgjoja njerëz të ndryshëm në internet. Kisha akses në një telefon mobil, kisha internet dhe YouTube dhe gjithçka. Dikur e humba shumë vitet e jetës time, duke marrë udhëzime gabuar. Më mori shumë dhimbje dhe shumë duke vuajtur për arritjen. Por, nuk dua që të tjerët të kalojnë nëpër atë. Kjo është arsyeja pse po filloj këtë kanal në YouTube, që të mund të ndihmoj kërkuesit shpirtëror në të gjithë botën për udhëtimin tuaj. Dhe, nuk dua që ju të kaloni atë që kam kaluar unë. Nuk ke idenë se çfarë kam kaluar për arritjen time. Pra, do të postoj video. E di që kjo është hera ime e parë para kamerës. Pra nëse keni dyshim pyetje mund. Me shkruani dhe me kontaktoni, do të përpiqem të mundem t'ju ndihmoj me atë.